Reperi gjesti ka zgjidhur një mënyrë të veçantë për të uruar besimtarët me rastin e nisjes së muajit të shenjtë të Ramazanit. Përmes një video të shpërndarë për ndjekësit, këngëtari konfirmoi se do të jetë dhe vetë pjesë e agjërimit këtë vit, duke treguar anën e tij besimtare dhe përkushtimin ndaj praktikave të muajit të shenjtë. Gjesti e shoqëroi urimin e tij me një mesazh motivues për ndjekësit, duke inkurajuar ata të shfrytëzojnë këtë muaj për të kryer veprime të mira dhe për të agjëruar. Ai tha: "U çova në syfyr, po e pres sabahun me fal dhe me kispet mendimin e Zotit me e kry këtë muaj të shenjtë që duhet. Inshallah na letëson Zoti, inshallah krejtëve na fal gjunahet. Duhet me bë njerëz. Pasha Zotin duhet me bë njerëz. Sinqerisht duhet me bë për Zotin këtë muaj gjithçysh. Janë këto të mira dhe po pritojmë? Jo, më mirë vonë se kurrë. Me krejt të mirat inshallah. Inshallah Zoti na ndihmon krejtëve." Urime edhe një herë, deklaroi gjesti. Ky mesazh i ndjerë tregon dëshirën e sinqertë të artistit për të motivuar të tjerët drejt veprave të mira dhe për kushtimin ndaj krijuesit. Përveç urimit personal, gjesti nënvizoi rëndësinë e agjërimit si një praktikë shpirtërore që forcon lidhje me Zotin dhe sill paqe dhe reflektim në jetën e përditshme. Video ka marrë reagime pozitive nga fansat e ndjekësit, të cilët e përshëndetën iniciativën dhe përkushtimin e tij, duke e vlerësuar si një shembull frymëzues për komunitetin. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.